këtë konferencë për media të ftuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës për të shprehur shqetësimin ton të thellë lidhur me mbajtjen e prezantimeve në shkollat tona për nxënës të mitur nga përfaqësues të gjykatës speciale. Të nderuar përfaqësues të mediave, sipas incizimeve të publikuara në media gjatë këtyre prezantimeve është përdorur gjuhë skandaloze në kundërshtim me parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe standardet ligjore të edukimit. Nxënësve, shumica në moshën 18 vjeçare, u janë paraqitur pretendime të njanshme duke etiketuar ish krerët të UÇK-s Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin si kryerës të krimeve të luftës dhe krimeve tjera kundër njerëzimit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se kjo qasje është e papranueshme dhe skandaloze. Sot, lufta jonë çlirimtare nuk po sulmohet vetëm në sallat e gjykatës speciale në Hag, por një narrativ e shtrembruar po tentohet të futet edhe në bankat e shkollave, duke helmuar me propagandë nxënësit e mitur. Lufta jonë po sulmohet edhe nga bankat e shkollave tona, por nuk mund të titërsohet e vërteta jo në emër të drejtësisë selektive dhe nuk mund të dezinformohet për kujtesën kolektive në emër të edukimit. Shqetësimet e Partisë Demokratike të Kosovës janë shumë dimensionale në lidhje me këto prezantime. Së pari është shqetësim serioz indoktrinimi i nxënësve të shkollave të mesme duke përfshirë edhe fëmijët në moshën 18 vjeçare. Shkollat nuk janë vend për propagandë politike. Ato duhet të jenë hapësirë arsimimi, edukimi dhe zhvillimi të të rinjve, jo platformë për indoktrinim. Së dyti, jemi të shqetësuar me përpjekjen për të ndryshuar historinë dhe rishkruar të vërtetën për Kosovën. NATO dhe Perëndimi kanë intervenuar në Kosovë për të ndaluar agresionin, dhunën dhe përpjekjen për gjenocid të ushtruar nga forcat e Serbisë dhe për ta bërë atë që bëri edhe UÇK-ja, mbrojtjen e civilëve shqiptar në Kosovë. Kjo është e vërteta historike dhe nuk mund të relativizohet nga askush, as nga përfaqësues të gjykatës speciale me asnjë lloj ligjërate ose prezantimi. Së treti, gjuha e përdorur në incizimet e publikuara i trajton Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin si fajtor, duke shkelur kështu një nga parimet bazë të drejtësisë, prezumimin e pafajësisë, që është një parim bazë pra dhe një drejtë themelore e çdo njeriu. Kjo shton dyshimet se i gjithë procesi në Hag ka karakter politik dhe se po paragjykohet vendimi përfundimtar për ish-krerët e UÇK-s. Gjykatat e vërteta, gjykatat profesionale, merren me provat, me faktet, me argumentet për të prodhuar drejtësinë dhe jo me propagandën. Së katërti, kjo gjykatë ka devijuar nga misioni i saj. Ajo është dashur të ndihmojë zbardhjen e të vërtetës dhe me këtë të hiqej çdo njollë mbi UÇK-n.